Parashikimi i motit në RTS. Zonja dhe zotërimi mbrëma ju njoh me kushtet atmosferike për fundjavën. Një lugin e thellë nga Atlantiku e shoqëruar me një ciklon në gadishullin Iberik do të zgjerohet drejt pellgut të mesdheut, ku presim përkeqësim të kushteve atmosferike. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi vranësira të dendura dhe reshje shiu në zonën perëndimore, reshje bore në Alpe. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera në zonat malore 2-11 grad, zona qendrore 6-16 grad, në Bregdet 10 deri në 16 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e diel, moti do të jetë me vranësira dhe reshje shiu lokale. Temperaturat parashikohen 2-6 grad në orët e mëngjesit, 11 deri në 19 gradë Celsius në mesditë. Për 24 orët e ardhshme, në vendin tonë do të kemi hyrjen e masave ajrore të ngrohta mesdhetare. Moti do të jetë me vranësira të dendura shtresore në të gjithë vendin. Era do të jetë juglindje me shpejtësi 20 metër për sekond dhe dallgëzim të forcës 5 në det të hapur. Temperatura do të jenë me rritje të konsiderueshme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.